Mirëmëngjes, mirë se erdhët në Villa 24. Unë me Katerinën jemi këtu si çdo ditë tjetër duke ju pritur. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur. Si je sot? Jam shumë mirë, kënaqësi. Kur jam këtu pranë sigurisht që jam shumë mirë. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu tek Ndioni Gatimit për të parë recetat që do përsillim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë sot. Sot do të bëjmë biftek të mbushur me djathë dhe me patate, patjetër, jo thjesht kështu biftek. Gjithashtu, do të bëjmë një sallatë dimërore, që nuk e kemi këtu për momentin, por do të sillim në pjesën e dytë, që do të jetë me kokë lakër, e dim dimërore, do me thënë, kjo është, do me thënë, lakra, karotat, lakre bar, lakre kuqe, varet se që mund t'ju ndodhet juve. Do të themi, do me thënë, me se do të ndërtojmë prapë në pjesën e dytë këtë sallatë, dhe do të bëjmë dhe një syrtjaç. Një syrtjaç në mënyrën time, sigurisht është ai që gjitha e kemi tradit, do me thënë. Dhe sa i mirë bëhet, dhe sa i thjeshtë është, dhe neve sjellim brez pas brezi, sepse është situash një mbërthësirë e lehtë edhe shoqëruese për gjitha llojet e vakteve, qoftë edhe për mbasdite. Ne dikur Anila e bënim edhe me krip, jo me sheqer, që hanim e konsumonim edhe në mbasdite në darkë. Po, konsumonim si një vakt. Në fakt, duke qenë se ka orizin, ka bulmetin, është i plotësuar. Lëre kafen, lëre, s'ka gjë. E hoqja mos ta kemi këtu në trit. Atëherë çfarë do na duhet për të përgatitur këta biftekët? Sigurisht që do të kemi këtu mishin. Le të filloj t'i hedh me radhë. Këtu kam qepën e grirë, të cilën e kam edhe një thelpi hudhër, që fillojmë me thënë tek pjesa e mishit të grirë. Mishin e përzini vetë juve, se çfarë lloj mishi do përdorni. Mund të përdorni mix, që do të më pëlqente më shumë që të jetë mix mishi. Këtu kam një domate të grirë në rende. Domate të grirë në rende. Edhe kjo, me gjitha ato pak lëngje që ka, sepse dua që të mi zbus biftekët dhe sigurisht për të më marrë edhe një shije. Këtu kam buk, a ishtë djathi, buk të cilën e shikoni që e kam zbutur. Doni të zbusni në qumësh, doni të zbusni me pak verë, doni në ujë. Edhe në verë mund të zbutur? Po, edhe në verë, sepse jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Hedhim dhe bukën të cilën, shikoni, unë i kam bërë gati të gjitha me qëllim që mos të kemi, janë gjëra të thjeshta dhe të kuptueshme. Këtu kam një luguthull. Do të hedhim edhe një luguthull, e dim neve që uthulla përveç se jep shije, zbutinet e mishit, na i bën më të buta, nuk thithin vaj, dhe sigurisht që dhe ajo ka ato vlerat e veta ushqimore. Tani këtu kam një mix, do me thënë erzash. Kam mix erzash që i ka shumë gjëra bashkë, që juve mund t'i gjeni në treg këto, kam piper të kuq, piper speci, piper të zim, hudhër, prapë do me thënë në të pluhur, tani rigon, trumz, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi, do me thënë, te puna e erzave të gjitha këto që unë ju përmenda i shkojnë, nëse doni juve diçka tjetër tek puna e biftekut, kanë ngelur kjo. S'ka që ngrinë do njëherë. I hedhim të gjitha. Ajo që ngelet, kripa. Kripa, po. Pra, mish të grirë, qep të grirë imët, domate gjithashtu të grirë në rende, buk të qullur në ujë ose qumësh ose verë, mix erzash, atë përzirën e erzave që Kati na tregoj. Dhe një kokovez. Dhe një vez ovital. Shikoni ovital. E hedhim edhe këtë. Okej, gjithashtu kripën që use përmënde, po ju e pat, sepse në atë kohë Kati po bënte përzirën. Dhe këto janë të gjithë përbërsi që i duan. Këto janë të gjithë përbërsi që i duan për të përgatitur këto. Gjithashtu, faktikisht jem... Pra një brum një gjashë me qoftet. Po. Veç se këtu nuk përdor majdanozë, erzat e freskët. Kam hedhur vetëm këto. Edhe i hedhe pak vaj, tek pjesa e brumit, i përzije mirë, kjo është tani shumë e rëndësishme, dhe më thënë që ti përzije mirë, po shumë e rëndësishme është që këtë përzierjen ta lënim të paktën gjysmore. Ajo i bën akoma edhe më të mira këto biftekët. Ai shkëmbimi i shijeve që ne e themi shpesh, pra në momentin që përgatisim qofte dhe brumin e qofteve, është mirë që të pushoj pak, sepse lidhen më mirë me njëra tjetrën. Mustardën për çfarë kemi? Jo, mustarda, sepse thamë që këto biftekët do t'i shoqërojmë me patate. Patatet unë i kam vendosur, mund t'i bëni patatet që të vendosni në fur, duke spërkatur me vaj, me krip edhe me pak piper të kuq dhe pak rigon, por unë i kam menduar do me thënë që t'i bëj kështu, do me thënë gjysmë të zjera, sepse do t'i vendosni në fur shumë pak.
kur do të përdoj një salcë, që do të bëhet salca me mustardë, krip, piper, vaj, cip limoni, cip portokalli, lëngun dhe e limonit dhe të portokalles. Pra bëhet një salcë shumë e mirë dhe ja hedhim patateve sipër, ndërkohë edhe këto biftekët. Biftekët faktikisht do t'i kalojnë në tigan më përpara dhe pastaj do t'i vendosim. Do t'i shikojmë këto gjatë... Okej, ham pas hapi. Të gjitha do t'i tregojmë tek ju që t'i kuptoni se si nisë dhe përfundon receta. Ndërkohë që merrem me përgatitjen e brumit, po e quaj kështu, të biftekëve. Ndërkohë, sa të ashtu ne nuk do t'a lëm, por juve me patjetër në shtëpi t'a lëni, sepse kur qëndron, tham që bëhet aq që më mirë kjo, do me thënë, mbushja që neve përgatitim. Edhe mpijet faktikisht, sepse nuk do përdor miell unë tani që t'i kalojmë në miell, kështu siç janë do t'i përgatisim. Lidhja në këtë rast do ta kryej veza, funksionin e lidhjes. Edhe buka që kemi hedhur brenda. Po. Okej. Unë nuk do t'i lë, do filloj që t'i përgatis, po më përpara do t'hapim këtë pjesën e Djathi kaçkavalli i grirë, që është kaq praktik dhe në kuzhinë na ndihmon, edhe pse djathin kaçkavall nga lufra sigurisht që e kemi edhe në copë, pra për ju që doni ta shijoni ashtu, po kryesisht në gatime e preferojmë të grirë, pra her pas here na duhet ta grim vet. Dhe për të kaluar këtë procesin e grirjes, lufra na vjen në ndihmë me këtë paketimin që e ka jo vetëm shumë cilësor dhe të shijshëm të djathit kaçkavall, por edhe gati të grirë, që mund ta përdorni në tava të ndryshme, mund ta përdorni në atë pjaton me makarona, dhe pse jo për të mbushur edhe biftekët që ne kemi zgjedhur sot. E meqense jam tek lufra, ju e dini që është lider përsa i përket bulmeteve në treg, qumshit dhe nën produkteve të tij, që nga kosi, dhalla, me shije të ndryshme, kefiri, kosi vjen në variante të paketime të ndryshme, kefirin e përmenda si një nga probiotikët më natyral që mund të gjeni në treg dhe super të shëndetshëm, se pastaj qumshin e dini që është i pari në listën e lufrës, djatrat, gjizën, njomzën dhe pafund produkte të tjera në logon e kompanisë Lufra, për një jetë plot të mira. Atëre të dashura vista, si që shikoni, pasi, dhe me thënë, hedhim një shtresë të mishit, e hapim, vendosim djathin, një lugë të supës, është e mjaftueshme, mund të përdorni këtë djathin që është i grirë, mund të përdorni edhe copë djathi. Po. Ndihmoni pastaj me lugë, duke bërë këtë plotësimin e biftekut. A duhet ande, apo do t'i përgatisësh njëherë, pastaj do t'i skuqësh? Do t'i përgatisim, do t'i lëmë të qëndrojnë. Në rregull. Edhe pastaj do t'i skuqim. Okej. Tani imagjinoni kur ato të skuqen, që ai djathi do lëshojë edhe aromën e vet dhe do ta bëjë atë lidhjen e dy pjesëve të biftekut, se sa i shishëm do të bëhet. Ja kështu. I vendosim, i lëm të qëndrojnë, të pushojnë. Po. Dhe pastaj do t'i kemi gati për t'i kaluar në tigan. Okej, shumë mirë. Pra të njëjtin veprim do të kryejmë edhe me biftekët e tjerë. Ndërkohë që t'i lexojë recetat? Po, mund t'i lexosh, Anil, po. Të fitojmë pa nga koha e... Janë, kështu, të tregojmë domethënë këtë hapi. Edhe me radhë pastaj vendosim edhe këtë pjesën e mishit, domethënë të grirë, të përpunuar më tani, sepse nuk është thjesht një mish i grirë. Po. Edhe rumbullakosim. Mund të vazhdosh, Anil. I shohim, mirë, shohim të gjithë përbërësit. Doni të gatuani njësoj si ne, ende s'keni vendosur se çfarë do të bëni për drek, po dhe nëse keni bërë drekën sot me siguri pyetja është nesër çfarë do gatuaj. Shohim recetën në ekran edhe marrim propozimin e Katerinës për sot dhe janë pikërisht biftek të mbushur me djathë dhe të gjithë përbërësit që i duan kësaj recete janë 600 gram mish të grirë, një qep, një thelpi hudhër, një domate, një vezë, një luguthull, 2 feta buk, krip piper rigon ose trumz, 2 lugë gjalp dhe 2 lugë vaj. Recetat tjera ne i lexojmë për t'i dhënë kohë edhe zonjave që po na ndjekin të mbajnë shënimet e nevojshme dhe pastaj kur dhe përgatisin të shikoni vetëm mënyrën se si do të vi kjo pjatë e sallatës dimrore e përfunduar, e cila do një lakër të bardhë, jo një lakër është shumë, po lakër të bardhë, karot, portokall, limon, një presh, vaj, krip, piper edhe uthull. Dhe sultjashi është një ndër ato receta tradicionale që gjithmonë shijon shumë, me atë spërkatin e kanellës nga sipër, plot aromë shije, dhe ne do të përdorim për ta realizuar një filxhan oriz, një filxhan ujë, një filxhan sheqer, 1 litër qumësht, 2 lugë niseshte,
lëkur limoni, një shkop kanell dhe kanell pluhur për servirje. Dhe me qënë se Kati ende është duke realizuar mbushjen e biftekëve, më lejoni që t'ju kujtoj pak se me çfarë produktesh ne gatuajmë. Unë për më ndalufre me qënë se e kishim në përduar teksa po përgatisnim byrekët, por ndërkohë që ai brumi i biftekëve ne tham që ka nevojë të lidhet dhe shikoni sa rëndësishme është veza. Pra është vetëm një kokër vezë që shumë shpesh na duhet në çdo recetë që ne përgatisim. Tek ëmbëlsirat e kekrat e gatimet e ëmbla po, veza është gjithmonë aty, por edhe tek të kripurat, e jo vetëm në gatime, por mjafton që të kemi her pas here vetëm vezë në shtëpi dhe ne me një omlet të shpejt kryem një vakt, nisim ditën, një kokër vezë që do vetëm pak minuta të zijej, marrim vlerat ushqyese, marrim proteinat, marrim të gjithë energjinë që na jep pikërisht veza, natyrisht veza që ne dim të zgjedhim dhe O Vital bën diferencën duke na ardhur në treg super e freskët me një ambient super inovativ dhe dashamirës me natyrën dhe me një shpërndarje super të shpejt për të ardhur ashtu e freskët me të gjitha vlerat që nuk duhet i humbasim gjatë kohës që transportohen në treg dhe derisa vjen tek shtëpia jonë. E ndërkohë që do doja të përmendja gjithashtu një tjetër produkt të rëndësishëm të kuzhinës sonë këtu në Villa 24, por edhe të shtëpive tuaja, siç është mielli. Ne jemi popull që e konsumojmë bukën, duhet thënë, pra jemi konsumues të brumrave në mënyrë të veçantë dhe e dim se mielli është gjithmonë aty. Një ndër pazaret kryesore që bëjmë, kemi apo s'kemi në shtëpi, e marrim edhe një pako miell Ola nga kompania Atlas. Sigurisht ai që na jep zgjidhje në të gjitha vaktet edhe në të gjitha recetat e gatimit se na duhet miell, është mielli për çdo përdorim me paketimin ngjyrë blu, por nëse duam të bëjmë pica, nëse duam të bëjmë një bukë integrale, nëse duam të përgatisim një kek apo një ëmbëlsirë, Ola na vjen në ndihmë duke na sjellë të gjitha variantet e mielërave për të na bërë më të lehtë punën. Në ngjyra të ndryshme, në paketime të ndryshme, të etiketuara dhe shpjeguara mjaft mirë dhe në të njëjtën kohë, edhe me gramaturën në pjesën e pasme të saj. Kështu që në kuzhinë nuk ka nevojë të kemi peshore, sepse Ola na ka ndihmuar pikërisht edhe me masat se sa ne do të përdorim. Dhe në fund fare, çfarë jepni fëmijëve për në shkollë? Sigurisht ato paninet e shpejta janë ideale. Një panine, një salciçe vudi brenda, ato me djath janë të preferuarat e mia, po ndoshta edhe tuajat dhe mëngjesi është i zgjidhur. Sigurisht jo vetëm mëngjesi, po edhe shumë vakte të tjera të shpejta, me një salciçe të ngrohur, të pjekur sipas dëshirës suaj, vudi vjen me shije, me cilësi dhe ndër ato vaktet e preferuara të shpejta, ku na sjell çdo ditë fest në shtëpinë tonë. Katerina më ka ikur, është në lavaman, por ama biftekët i kalon këtu. Dhe tani është koha që t'i shohim pak, se gjatë kohës që unë flisja, Kati e mbushi pjatën plot me biftek, janë ku kemi bërë 3-5 të tillë. Nuk të pyeta, ato gramaturat e përbërësve që kishim në recetë, përdorëm dhe këtu apo? Pra kaq dalin? 5 biftek, që një për person, ose janë të bollshëm? Si punë e qofteve, do me thënë që bëjnë të vogla, bëjnë më të plot, si tu ashtë në këtë masë. Biftek, do me thënë, është nga një për çdo person. Pra dhe po them, pra për 5 persona. Për 5 persona. Do me thënë, bëjmë 4 për familjarët, nështë jemi dhe 5. Nështë na vjen dhe një mik, gjithmonë ose ndoshta dikush në familje është pak më lupës se të tjerë dhe do 2. Kështu që vendosim kaq. Tani, unë faktikisht do t'ja lërë për momenti këtë, do filloj që të tregoj për fillimin e syrtjaçi, që ta vendosim dhe atë që të na bëhet, do me thonë. Po, ta vëm për para punën. Për para në punët tona. Dhe pastaj do të kthejmë, me thënë, për të filluar për pjekjen e biftekve dhe të heqim edhe patatet nga tenxheria që unë i kam të ziera, gjysmë zjerë, fillojmë... Atëre, çfarë kemi ne këtu? Ne i pam në recet, kemi orizin, kemi qumshtin, lufra, kemi sheqerin, kemi gjalpin përsëri nga lufra, kemi kanellën pluhur. Do të hedhim. Si fillon puna? Në fillim fare, hedhim orizin e lartë, do hedh më pak sepse e kam më të vogël këtë pjesën e tenxheres, edhe do të hedhim edhe ujin, në masën 1 me 1. 1 me 1. Pra, një filxhane kishim në recet, pra një filxhane fillimisht fillon kështu, do me thënë me ujin dhe orizin. Edhe të ndezim këtë. Ndezur, e ke thjesht Rita. Jo, prit, diçka ka ndodhur. Nga që unë qëndruan 2 tenxhere. S'ka që zgjidhet. Ma dje heqim njërën anile që mos ta kemi... Ta heqim patatet. Unë ndeza, si doj që të jetë, nëse po duhet se nuk ka vënd tenxheria. Ja. Ja, duhet. Po do ta fikja. E kam halë se mos na e fik.
Atëre, fillimisht veprohet kështu. Vendosim tenxhere me ujë dhe një shkop kanell faktikisht. Dhe një shkop kanell. Në recetë ndaj kemi edhe kanellën shkop, kemi edhe kanellën pluhur. Kanella shkop duhet vendosur tani, gjatë kohës që të zjejë orizit të marrë edhe aromën e kanellës, ndërsa kanella pluhur në duhet në fund, që kemi ne këtu, po ku e kemi? Kemi, po se kemi tani për momenti, s'ka që do t'a hedhim. Do t'a gjem. Të hedh nga ky limoni. Edhe kujdesa me thëmë për pjesën e limonit, të hedhim vetëm pjesën e cipës, jo pjesën e... Mos në kap thika... Pjesën e bardhë e hidëron. Edhe ne duam thjesht për të marrë atë aromën dhe shijen e limonit. Ka shumë që hedhin edhe vanile, nuk është gabim. Po, i shkon në fakt, se kemi përdorin në thënë edhe me vanile. Tani këtë e vendosim diku atje, do shikojmë pastaj më mbrapa të gjejmë edhe atë shkopin e kanellës që se kam për momentin, por sigurisht që neve fillimisht e filluam me pjesën e lëkurës. Edhe kështu është përsëri merr një shije shumë të mirë. Por këtu kam atë kanellën pluhur, të cilën do të na duhet kjo për në momentin e fundit. Kam edhe sheqerin, do të na duhet edhe një lugë gjalp, do të na duhet edhe 1 litër qumësht për përgatitur këtë syltjaç. Gjithashtu edhe niseshte, 2 lugë niseshte, të cilat këto do të vinë më mbrapa, pasi orizi do të na jetë zier me qumësht, do të ketë thithur plotësisht ato lëngjet e ujit, do të shtëm pastaj qumështin në mënyrë graduale duke të razuar derisa ajo të lidhet me orizin dhe kalojmë më mbrapa në atë procesin tjetër. Dhe sa të vim neve këtu tani që i vendosëm dhe këtë përpara, të fillojmë me biftekët e mund. I kthehemi me biftesheve. Gatuajmë paralelisht. Kjo që ne të kemi të gjithë kohën e nevojshme dhe të përfundojmë të dyja recetat deri në orën 10. Do t'i kalojmë, do t'i harim Anila, sepse janë të thjeshta për t'u përgatitur. Puna kryesore është vënë përpara, se ajo përgatitja e bifteqeve, dhënia e formës dhe mbushja me djathtë është koha më e gjatë në kuzhinë. Më e gjatë, vërtet. Edhe këtu do të më duhet pak gjalp në momentin e fundit, që do të ashtu. Nuk e do tani? Jo, fillimisht do të fillojmë me vaj, dua që të më ngrohet tigani mirë, do të edhim pak vaj, do me thënë pak në lyre, sepse duhet të kemi të përdorim një tigan që nuk ngjit, do të vendosim që të nxehet mirë, ndërkohë edhe vaj, dhe pastaj do të vendosim këto biftekët, të gjitha, do me thënë, duke i rreshtuar, dhe të kthejmë nga të dy anët. Pastaj biftekët të cilët do të na bëhen gati në tigan, do t'i vendosim tek patatet, që do të filloj të bëj patatet tani. Ti kemi një kohë si sa të ngrohet vaj. Katin, thej që nuk do i kalosh këto në mjell, nuk rrezikojmë të na shpërbëhem pak, jo? Do i kaloja në mjell për siguri, nëse do isha duke i gatuar. Shiko, nuk kalojnë, do me thënë, këtë e ndihmon nëse e lëm të qëndrojë dhe të vendosim në frigorifer, ato nuk kanë problem, do me thënë që të... Pra, okej, ashtu e... Duhet të rinë të qëndrojnë që të lidhen me njëra tjetën, që mos të kenë problema të si tuash shkëputjen e mishit. Okej. Të ullim pak temperaturën tani, sepse nuk kemi nevoj për ka shumë temperaturë. Atëre, shika, ne këtej kemi hapësirë plot. Mustarda na duhet për patatet, besoj edhe kripa patatet thjesht janë zjerë, pa krip, pa gjë, thjesht në... Këtu tek patatet mund të shtoni ndonjë gjethe dafin, ndonjë gjethe rozmarin, për t'i dhënë aromë dhe shije patateve dhe sigurisht edhe krip. Po jo të tepruar kripën. Thash që mund t'i vendosni patatet në furrë, me krip, piper të zi, piper të kuq speci, që t'i pikni dhe me gjysëm filxhan ujë, por mund t'i bëjmë edhe kështu, për t'i përshpejtuar edhe kohën, por sigurisht për të marrë edhe një shije tjetër. Të duhet... Djeg, Anila. Djeg, okej, nuk e prek pra. E lë, ma shto. Nëse, mund të tërheqim me këto, Anila, ja se marru këtu. Jo, mi jep mua që ti mos ndërpresësh punën. Atëre, fillojmë dhe përgatisim të salsën, që është shumë e rëndësishme kjo pjesa e salsës. Të hedhim këtë përpara. Mustard. Të hedhim pak krip.
Mustard. Me që përdorëm këtë limonit të Po, hedhim. ta qojmë deri në fund urdhëra. Faleminderit. Kemi drasën atje, po s'ka problem. Ca gjëra i kryejmë kështu. Hedhim këtë lëngun e limonit. Me që është i vogël, Lëng limone. po, e hedhim të gjithin. Do të shtojmë edhe lëng portokalli. Do të shtojmë edhe vaj. Edhe kemi hedhur kripi, piper s'kemi hedhur faktikisht. Jo, nuk kemi hedhur, vetëm krip kemi hedhur. Tiganin të largoj nga vatra aty, mos na... Jo, nuk ka marrë shumë të... S'ka marrë? Duhet jetë i nxehtë tani la. Okej, mirë. Ti hedh pak cip limoni, portokalli në fakt. Si fillon lidhet me një herë mustarda me vaj në ullirit edhe me... Edhe po, shiko si salcë. Me një herë. Piperi i jep shumë shi. Dhe cip limone. Edhe cipën e limonit. Tja hedh direkt këtu tek pjesa e patateve. Aroma. Edhe këtë portokallin. Mundoni të zgjidhni, do me thënë të jenë patate, më falit, portokallit të freskëta, nëse ju gjenden, do me thënë, për të nxjerrë atë aromën e mirë. Që ne ndjejmë këtu në fakt. Shumë mirë. Okej, e kryen tani. Tani, ajo që ngelet është të shtojmë edhe këtë salcën. Shikoni se mi që është kjo salca. Edhe do mbajmë dhe pak që të hedhim të biftekët. Tek patatet, pastaj përveç se biftekët, tani e kemi gati, do me thënë këtë. Presim që të na bëhen biftekët për t'i vendosur lartë. Okej, tani do të kalem tek biftekët. Kaq kohë sa do kemi, do të merremi me skuqjen e tyre. Me njëherë sa i ashu, i marrim përsëri, duam ta kemi të djegur dhe i punojmë prapë në dorë. Po, sepse lëshohen gjatë kohës që qëndrojnë patjetër. Ja, në këtë mënyrë dhe i vendosim. Okan, Orizi ka filluar ta shteroj ujin, ka ende, nuk është se po në gjithë. Ulim temperaturën, Anila, e do temperaturë të ullës. Okej. Nuk ka nevojë që pse ka lëngje, sepse lëngjet janë ato që na i bëjnë të buta biftekët. E rëndësishme është që të lëm kohën tani të jetë tigani i nxehtë, të jetë një tigan që nuk ngjit, shumë e rëndësishme. Edhe ti lëm, si të thuash, një 5 minutësh nga njëra anë fillimisht dhe 5 minuta pastaj nga ana tjetër. Këtë po ta lëm, ta heqim këtu dhe ta vendosim pak më vonë, po ta heqim. Skuqim veç mas, po. Okej. Mirë, duke se të dyja recetat kryesore ne i kemi vënë përpara, kemi dhe një sallatë dimrore të cilën do ta përgatisim në pjesën e dytë. Aty ku do të kemi gati... Tani të shikojmë atë punën e syltjaçit Anila, që të shtojmë qumshin në mënyrë graduale. Mirë është që qumshi të jetë i nxehtë. Nëse keni qumshin të ftohtë, do ju mësoj që si ta hidhni që mos të uli temperaturën. Do të ngreni pasi orizi, do me thënë e shikojmë, që është bërë kështu llapa me këtë trajt. Tani shtojmë temperaturën, e duam të lartë tani temperaturën, edhe unë do përdor këtë qumshin. Qumshin tradita. Eve, për mua është preferuari.
do ta hedhim Edhe në kosti, mënyrë Tradita. graduale, duke hedhur, duke përzier, që ai të fitoj temperaturën të orizit, që orizi mos forcohet. Nëse hedhim gjithën një herë e kthejmë një herë, orizi forcohet dhe nuk ajkoset në momentin që duhet, që të bëhet. E forcon orizin që më shiftot. Ndërsa kështu në mënyrë graduale, a i fiton përsëri temperaturë dhe temperatura e sobës duhet të jetë në maksimum. Kati, nëse ne bëjmë pak pushim tani, i vazhdojmë kur të kthehemi? Pa tjetër që do i vazhdojmë, do i presim amvisat akoma edhe për punë e biftekve, do të tregojmë, do i presim, nuk i lëmë që të heqim, të vendosim në tavë, pa u atreguar. Shumë mirë. Këtu jemi, ju presim, ju mos u largoni, vim tek ju në pak minuta. Jemi live në Villa 24 në pjesën e 2 të këndit të gatimit, gati për të rikujtuar çfarë kemi bërë deri tani dhe si do të përfundojmë të gjitha recetat. Atëherë të dashur Anvisa, ne në fillim fare bërëm ca biftek, të cilët siç e pam, kishim vendosur mish, vendosëm qep, hudhër, krip piper, miks erzash, juve këto i përzidhni vetë sipas shive dhe dëshirave tuaja. Kam përdorur erza, të thata dhe jo të njoma. Kështu që pasi kemi hedhur dhe një kokër vezë, i kemi punuar dhe i kemi mbushur me djath. Ne përdorëm këtë djathin, të cilin është djath gati, kaçkavalli grir. Mund të përdorni edhe copza djathin, nëse keni kështu të grir. I mbushim edhe i vendosim në një tigan që nuk ngjit, fillimisht e vendosim tiganin që të ngrohet shumë, që të jetë shumë i djegur tigani dhe pastaj t'i vendosim biftekët brenda. Neve ju pritëm sepse duhem të tregonim mënyrën se si janë, biftekët. Tani do t'jetë momenti që unë do shtoj aty dhe një lugë gjalp për të aromatizuar dhe pak fare ujtë që të litet një lloj salse, që këtë salsën do ta hedh te patatet. Që patatet më përpara ju thash që mund t'i vendosni në furrë, të cilat mund t'i spërkasni me krip piper, piper të kuq, dhe i hidhni dhe në gjysmë filxhan ujë, i vendosni në furrë që të na piqen. Bëhen ndryshe, kanë tjetër shije. Nëse doni, për t'i përshpejtuar, patatet dhe të keni një shije tjetër, mund t'i bëni në këtë mënyrë se si kam bërë unë. I kam vendosur, i kam zier, në ujë me krip, mund të shtoni në një gjethe dafi, në një gjethe rozmarin, deg rozmarin brenda për të aromatizuar e të mashje, madje mund të shtoni edhe në një thelpi hudhër nëse doni që t'i jepni akoma më tepër shije patateve tuaja, mos jenë kështu thjesht patate të ziera në ujë me krip. Më mbrapa kam përgatitur një salsë që, siç e shikoni e kam këtu, me mustard, vaj, krip, piper, kemi shtuar këtu brenda edhe cipën dhe lëngun e limonit dhe të portokalles dhe e kemi gati, patjetër edhe vaj. Shiko, kjo është ajo salsa e lidhur që i hedhim për të marrë një ekstra shije patatet dhe na bëjnë shumë të mira dhe të shijshme. Tani jemi në momentin që të shtoj këtu pjesën e gjalpit, edhe pasi të shtoj një lugë gjalp. Gjalpi tani i aromatizon dhe këto lëngjet neve do t'i hedhim tek patatet. Patatet këto, po. Shumë e mirë më duket, receta, bëhet e mirë faktikisht. Po pra. Shumë e rëndësishme është përpjekjen e biftekëve që duhet këtu të kemi një temperaturë të lartë në momentin që i vendosim që mos të na hapen. Është shumë e rëndësishme kjo. Në rast se kundër që do t'i vendosim dhe tjetra shumë më e rëndësishme akoma është ajo që t'i lëm për gjysmore që të mpihen, të lidhen me njëra tjetrën. Këto neve i vendosëm direkt. Mundet edhe të kemi, ndonjë. Ndërkohë, edhe pse u vendosën direkt, përsëri nuk janë shpërbër. Ajo frika që unë kisha që do të hapeshin, jo, forma është mirë, akoma edhe më mirë, do ta keni, më të lehtë, po themi, do ta keni ju për t'i punuar në tigan, nëse do prisni atë kohën e qëndrimit dhe të respektoni edhe temperaturën e fuqes së tyre. E vëmë mbrapa dhe na u fik soba. Po, ne e lam edhe pak në pushim. Gjithmonë, dhe duhet filluar dhe përfunduar receta, jo t'i lëm që të zbuten ato dhe të shpërbohen të hape, kështu që ju në shtëpi do t'i bëni një herë, do t'i filloni, do t'i përfundoni dhe do t'i keni për t'i hedhur aty. Tani hedhim pak fare ujë, që të më lidhet salsa, se kjo bëhet një salsë shumë e shijshme tani,
Që këtë salsën do t'ua hedhim patateve. Se një po bëhet edhe këtej? Sa hedhim salsën, ajo fillon që të lidhet me shijet që kanë lëshuar këto biftekët. Okej. Do t'i marrë një sit që ta kulloj këtë salsën, nuk do t'a hedh me gjitha ato. Pse? Me këto që kanë zjerë, nuk duaj që t'i hedh Jo, brenda te patatet, okej. jo do t'a kulloj. Në rregull. Mendoj që t'i kulloj. Ndërkohë, nëse është momenti për të... Ja, e shohim pak të momentin në vendosjes së biftekëve dhe pastaj recetat, se do kemi kohë. Me kujdes kat. Para me kujdes është e nxehtë. S'ka gjë. Si ta vëm? Aty, e merë. Dori pak më në ajër, po. Tani për pjesën e kësaj, Këtë do kulloja? Po. Okej, ajo ka copozat e mishit. kjo ka të shijen e mirë. Në Edhe lëngun nuk do dua ta që të çojmë hedh dëm. të copzat e mishit, po duhet të hedh veç se këto lëngjet. Okej. I hedhim përsëri mbi biftekët, edhe sigurisht edhe mbi patatet. Dhe pjesën e mustardës, e salsës me mustard, do ta përdorim përsëri Po, këtu do mbi hedhim biftek. pak Pra, ashtu. gjysmën e asaj salsës që ne përgatitëm në fillim e vendosëm mbi patate, dhe gjysmën tjetër do ta shtojmë mbi biftek. Shumë mirë. Edhe do t'i hedhim që ta plotësojmë tani. Të djathë që na ka mbetur. Do t'i vendosim në furrën të ndezur më përpara, në një temperaturë 200 gradë, do të lartë temperaturë, një 10 minutë duhet tani. E hedhim të djathin. Si ky do t'japi edhe shije. Shumë e mirë, më duket një prekje të vogël Pak. me spec të kuq. Tani kemi gati për të vendosur në furrë. Gati për në furrë dhe gati për të parë edhe një herë recetën e kësaj tave që po shohim në ekran, që është me patate dhe me biftek. Realizuar kështu. Biftekët janë bërë me 600 gram mish të grirë, një qep, një thelpi hudhër, edhe një herë. Atëherë, këtu i qëndrojmë një domate, një vezë, një lug uthull, 2 feta buk, krip piper, rigon ose trumz, 2 lug gjelb, 2 lug vaj. Me të gjithë këto përbërës kemi përgatitur atë brumin e ngjashëm me një brum qofteje. 100 gram djath kaçkavall, 4 patate, një lug mustard, lëng limoni, lëng portokalli, piper të kuj speci, majdanoz, bishtaj qepës, kjo sipas dëshirës. Kjo është pjesa e patateve, pra sigurisht edhe e asaj përkatjes së fundit me pak djath kaçkavall, me spec të kuq, pra duhet ta rishihni videon nga fillimi i kuzhinës që ta kuptoni cila nga recetat përkon me biftekët dhe cila, domethënë si alternohen, si miksohen të dyja së bashku. Ndaj, mbasi ne të mbarojmë transmetimin e drejt për drejt live në kjo studio, pak minuta më vonë do të keni videon e plot të gatimit të ditës së sotme. Kështu që nëse keni humbur në një pjesë ose nëse nuk kuptoni ndonjë gjë nga receta, e riktheni dhe dëgjoni të gjitha shpjegimet e Katerinës. Tjetër gjë që po sjellim sot ne është një sallatë dimrore, të cilën do ta përgatisim me lakër të bardhë me karot, portokall, limon, një presh, vaj, krip, piper edhe uthull, që mund të jetë shumë mirë një shoqëruese e tavës me biftek dhe sigurisht për të mbyllur vaktin sot ose për ta patur një pjatë ashtu gjatë vazhdimit të ditës, do t'ju propozonim sultjashin me kanell, një filxhan oriz, një filxhan ujë, një filxhan sheqer, 1 litër qumësht, 2 lug niseshte, lëkur limoni, një shkop kanell dhe kanell pluhur për servirje. Gjithmonë shijon, edhe pse është ndër ato ëmbëlsira po i quaj ka, se përgjithsisht sultjashi kryen edhe rolin e një ëmbëlsire, kur e bëjmë të ëmbël, sepse thamë në fillim që ka edhe zonja që e përgatisin të kripur, por i tillë është një ëmbëlsirë e këndshme, shpesh konsumohet edhe për të zëvendësuar një vakt të lehtë, për të nisur ditën dhe për mëngjes ka njerëz që e shijojnë sultjashin edhe për mbrëmje gjithashtu, kështu që nuk është thjesht një pjatë plotësuese apo e një vakti të ndërmjetëm, por mund të jetë dhe për të nisur ditën. Edhe për fëmijët e për të rritur, një, si thuash, një pjatë ashtu si e the Anila,
Madje neve kur kemi qenë të vegjël tani më kujtojnë, gjithmonë rri dhe kujtoj. Nëna e bënte në mëngjes, herë me sheqer, herë pa sheqer, që e hanim konsumonin që venim në shkollë. Atë po them që po, ka shumë njerëz. Herë trana, herë bënim këtë për mëngjes, herë na bënte makarona me qumësht për mëngjes. Në të njëjtën traj, domethënë valonte ujin, hidhte makarona edhe sa të na bëte, kjo kujtojmë dhe këtë gjë. Tregojmë një histori. Hidhte makarona dhe na i ziente dhe i konsumonim kështu me bukë. Kishim bukë mistrik, bukë gruri, si të kishin domethënë. Po të shëndetshme janë këto për të nisur ditën. Janë shumë të mira. Jo gjithmonë në vezën, jo gjithmonë këto kokokosët që janë këto kompleks. Kompleksat e ganxhëm, mirë. Kështu që nënat përkushtoni, domethënë nëse keni mundësinë, bëuani, çojini në mëngjes dhe bëni, qoftë një syltjaç herë me sheqer, herë pa sheqer. Në një makaron kështu siç ju thash, sepse janë ushqime të mira, mos i situash paragjikoni se janë ushqime që kanë qenë dikur, po ushqimet dikur kanë qenë shumë të shëndetshme, shumë të mira, edhe në këtë mënyrën se si ua tregoj, me qumësht, i hidhte edhe pak gjalp kur kishim me hidhin, kur s'kishim vetëm me qumësht. Nëse bëjmë trana edhe me vaj ulliri shijon shumë, me pak vaj ulliri. Edhe kishim të ndryshme, herë tranan, herë petka, peta, që si thoshnim ne, herë këto sultiacin, herë makaronat, kaloni vaktet, herë në një vez omlet me miell me qumësht. Që kemi bërë edhe në këto, po. Janë ushqime vërtet kështu, si thuash, pak janë ekonomike, por të shëndetshme faktikisht. Edhe sa neve thamë dhe diskutuam, kjo është bërgati, tur pak temperaturën mos në derdhe tani, se këtë ka veti. Kur e shikojmë do me thënë që të filloj që të lidhet e të mpikset, shtojmë tani edhe pjesën tjetër, do me thënë që është sheqeri. Prit një qikë, se ka një sekret për punën e sheqeri. Do të hedhim në momentin bashkë me një seshten që mos të pritet. Që të bëhet ujë, se bëhet ujë pastaj. Ja, nuk e dija këtë. Shikëm se shumë gjëra mësojmë nga Katia, për shumë tani përbëjmë një pjatë që ne e thamë që nga fillimi, sultjashin që e njohim të gjithë, e kemi provuar, besoj nuk ka zojnë në shtëpi që s'ka gatuar, po ja janë këto detaje të vogla fare, qoftë dhe mënyra se si duhet ta hedhim sheqerin edhe ku, që unë nuk e dija dhe presta mësoj tani. Që do të thotë, e tresim sheqerin edhe një seshtin ku e kam këtu tani. Një seshtin së di. E kishim në një tas, e hoqëm. S'ka gjë, marim tjetër. Marim tjetër? Marim tjetër, s'ka problem, më fala. Jo, nuk ka gjë. Në unë bini seshtja. Që po, ne gjatë kohës që shkëputemi, bëjmë ca sistemi me këtu, që kur të kthehemi, t'jemi sa më të rregull. Dhe ndodhë që heshim edhe gjëra. Gjëra që na duhen. Që do na duhen prap. I nga truam një seshte sheqer, këto gjëra, i nga truam. Do shtë kam vendosur atje për këtë. Mund të jetë, andej, nuk ka gjë. Kemi në s'ka gjë, shiko tani, unë këtu tek sheqeri do të hedhe, për masën që kam një luk e pak një seshte, po qumshi më duhet tani. Mund të tresni me qumësht, mund të tresni dhe me ujë. I përzim dhe i hedhim të dyja bashkë këto, me njerë ajkosin. Nuk e lë sheqerin që të apresi. Ndaj tretën një herë veç mas. Tretjen mund të bëni, thash, qoftë me qumësht, qoftë me ujë. Edhe në ndikon, do me thënë edhe për punën e një seshtes, që të tretet mirë edhe të... Po, se ndimojnë kokrizat e sheqerit, po. Pra ndimojnë njëra tjetrën. Kjo është ideja, e kuptova. Tani e hedhim. Me mua, se të kalojmë këti. E hedhim duke të razuar. Tani është momenti që duhet i shëndrojmë pak të koka. Po, tani duhet të razuar, sa jo të lidhet. Urdhoni, la faleminderit. Të lutem. Edhe të na bëhet një trajt kremoze dhe do ta kemi gati pastaj për ta hedhur në tasa apo në pjata, të cilat e servirim pastaj me kanellë. Bëhet shumë e mirë, shumë e shishme. Pasi të razohet, do me thënë që të lidhet. Ju lam pak në këshu. Anila mund vetë edhe ta bësh tja këtë, që unë të merem, do me thënë, me fillimin e salatës. Okej, vi unë aty. Ti marrë dhe këto. Okej, një salat dimrore. Se do më duhen edhe për salatën, por edhe për... Me lakër, tipike e Stinas.
Kemi sjellë sot kështu receta që kombinojmë me njëra tjetrën. Do me thënë, ato biftekut me patate mund të shoqëroni me një sallatë. Sallatën mund ta konsumoni edhe vetëm për mbrëmje, se fundjasha është shëndetshme gjithmonë. Edhe sultjashin për gjatë ditës. Ndaj të treja recetat, mos harroni ti përgatisni edhe ju në shtëpi. Heshtje. Heshtje. Këti nga trego që përpunat, se unë s'kam shtregoj, unë po të razoj. Unë po bëj këtë karotën, për pjesën e parë e heq, pasi dhe kemi larë. Dhe duhet të thoshja anvisave për pjesën kur kemi këshu karotën, pasi e lajmë, nuk e përdorim këtu të pjesa e salatës, por me bishtat e kësaj, do me thënë, të majdanozit, mund kemi presh, mund kemi qep, do me thënë ato pjesët e panevojshme që nuk i hedhim në gjell, jo se hedhim preshin poshtë atë pjesën e parë se nuk konsumohet, por nga që është i fort dhe gjatë procesit të zjerës ajo nuk zihet aq sa duhet për ta konsumuar. Po ama për të bërë një lëng perimesh është mjaftimisht. Qoftë edhe lëvgozhgat e para të qepëve, që janë pak më të forta dhe nuk i përdorim në gatim. Qepës të këtyre karotave, këto bishtat e këtyre qoftë selin ose këto ca gjëra që nuk i përdorim neve në gatim, mund t'i mbledhim, t'i hedhim në një tenxhere, duke shtuar edhe ujë të ftohtë, i lëm të zihen me ca kokra piperi, ndonjë degë dafine, ndonjë rozmarin, dhe kështu përgatisim një lëng supë, do me thënë lëng perimesh, për të përgatitur në supra të ndryshme. E vërtet, pra, kur më nuk duam të shtoj mujë, Kati të lutem vetëm pak sekonda nga unë, mendoj që... Triqja Anila se do të derdet. Jo, që s'po derdet, nuk po derdet kjo. S'ka nevoj më që të bëhet, ajo do të razuar tani dhe ajo është më piksur, s'ka nevoj. Okej. Është shumë në regu, faleminderit Anil. E di që më kishte marrë malli për shtëpjash, kam shumë kopa ngrënë. Do bëj dhe unë sot në shtëpi. Le që do ham këtë. Pëlqen. Shumë mirë është bërë kështu kremoz. As i trash, se ndonjëherë del një qik më i trash se ç'duhet. Edhe bëhet si pilaf. Jo, sepse në momentin që do qëndroj, ajo do m'pikset. Kështu që nuk e duam shumë të... Pëlqen kështu si që ka dalë. Çfarë po bëjmë këtu? Ja kemi karotën, tash e hoqëm atë pjesën e pa. Tani këtaj do mbajun mjaftueshëm do ta kem këta këtu. Këtu kemi lakër të cilën e kam bërë me... Se kemi thënë salatë dimri me lakër deri tani dhe vetëm lakrën s'kemi parë. Me lakër të bardhë. Kishtem fshehur. Me lakër të bardhë dhe kisha vendos kështu unë, sepse dua që ti vendos edhe ca karota e kam përpunuar faktikisht, por ti vendosim edhe ca kështu në këtë mënyrë. Edhe me lakër, me karotë, kemi cipën dhe lëngun e portokallit, që do ta bëjmë tani gati. E bukura? Sigurisht që do të vazhdojmë me ngjyrat e tjera. Portokallit e kam këtu po. Okej. Çfarë do merri të gjitha? Sepse të lara e kam nuk është e kam pala. Të patateve, do të përfundojmë supën, do shohim çfarë po ndodh në furrë me biftekët edhe pataten dhe do të shërbejmë gjithashtu edhe sultjashin. Këto janë punët që kemi për të bërë. I vëm edhe këtë pjatën që ta ketë gati. Edhe ta ndërtojmë, ti hedhim edhe salcën që do të përgatisim. Si është e Kati se mos ndonjë karotë nuk është në vendin e duhur. Ndonjë nga pjesa e lakrës. Këti kemi fix 3 minuta kohë, edhe duhet jemi korrekt më thonë për orën, edhe unë ashtu mendoja, por nuk e kisha parë. Të lutem Anila, mund të heqim atë nga fura, sepse u bë. Po e hequm, pse po? Urdo. Mbaro ty me salatën. Urdo. Kështu, kur ngutemi, zdim të bëjmë pastaj. Se gjasma neve kishim si më... Po ne jemi në fund, kështu që edhe unë mendova po ikën koha. Në fakt nuk po. Kjo ka dalë shumë e mirë. Kati se mos të djeg. Prisi do ja afroj, thjesht ishte shumë e nxehtë. Ta çoj atje? Apo këtu e shihni këtu? Kujdes duart. Okej, tani e shihni. Shumë e mirë duket. Shërbejmë edhe sultjashin, sepse duhet të jemi me kohën fix. Garvushten.
Gati ta hedhur sultjashën në tas? Po mund ta hedhësh, Anila. Se më duhet dhe një letër, do shta unë e mbushan qik më shumë se shduhet, se s'do hani ka shumë, po me qënë se e kemi tasin pak të madh, që dhe ju nga shtëpia të shikone, nëse përdor një tas ta më të vegjël, do ishte racioni më normal. Kështu. Edhe salca, që tha me lëng limoni, lëng portokalli, që mund t'i shtoni mustard, nuk e di nëse t'i hedhi pak më faj akoma. Atëherë, biftek me patate, sallatë dybrore me lakër, presh, karot dhe një salcë që i jep atë shijen përfundimtare dhe sultjashi. Këto janë 3 recetat e ditës së sotme. Nuk e di Anila, këti duket më bukur, se si, apo kështu. Nga të gjitha krahët bukur duket. Nga të gjitha krahët. Si di nga duket më mirë. Te? Ma më duket, shumë mirë duket. Shikoj, është plot ngjyra, kështu që nga do ta kthesh ajo është shumë e bukur. Kati të lumshin duart. Të lumshin duart. Këto ishin recetat të dashura Anvisa që neve propozuam për juve sot. Shpresoj që të zëmë vende këto në tryezat tuaja familjare, se të vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Të gjitha, edhe kjo sallata dimërore që nuk e di, herë më duket te, herë andes, se marrë vesh se ku duket më mirë. Mere Ani, fiksoje. Nga të gjitha krahët. Më pëlqen shumë. Biftekët e mbushur mos ezitoni të përgatisni mënyra se si i bëm, vërtet ndoshta nxituam pak te pika e biftekëve që i lam neve, por ju garantoj që bëjnë shumë të mira, shumë të shijshme dhe madje janë edhe të shëndetshme. Janë shumë të mira gjitha këto për të kaluar një vakë dreke, pse jo një tryezë familjare të shtunave apo të dielave. Të lumshin duart. Faleminderit, kënaqësi e dashur, faleminderit edhe me mua. Kalofsh një ditë sa më të bukur, mirupafshim. Shkojmë në publicitet.